Si e kaloi vettingun gjyqtarja Irena Maneku Gjoka Shpata në KPK-n e Qelbësirave me relatore Genta Tafa Bundrën dhe kryesues Roland Ilian e antar në këtë trup gjykues Valbona Sanxhaktarin, mbesën e fiqeret e shehut Sanxhaktarit, 20.000 euro të pajustifikuara, thot Genta Tafa Bundra, dhe harresa e mosdeklarimit të pjesës takuese të shtëpisë nuk është problem, ndërkohë që me qindra prokurore gjyqtar janë shkarkuar nga këta fundërina për më shumë a më pak para të pajustifikuara. Sipas këtyre palaçove të vettingut, çfarë detyroi komisioneren Irena Nino, ish hetuesen e komunizmit, që në seancën e fundit të gjykimit të Irena Gjoka Maneku Shpata në KPA, datë 31 maj 2022, të tërhiqej nga ankimi që kishte bërë në KPA komisioneri Dairel Sina, ku kërkonte shkarkimin e gjyqtares Irena Gjoka dhe rrëzimin e vendimit numër 241 të fundërinave të KPK, që e kishin konfirmuar në detyrë në kundërshtim me kriteret që përcaktonte ligji i vettingut. Komisionere Irena Nino as nuk legjitimoi për asnjë lloj kërkese, sa kohë që kjo kërkesë dhe kjo dosje ishte bërë nga komisioneri Dariel Sina dhe komisionerja ish prokurore e komunizmit kishte ardhur si zëvendësuese. Pse politika pati interes dhe u investua që komisionerja Irena Nino të tërhiqej nga ky ankim në seancën e fundit, po drejtuesi i sotëm i Spakut, zoti Klodian Braho, a ka djeni për këtë tërheqje me stil shkelje syri të komisioneres Irena Nino për gjyqtaren Irena Gjoka Maneku Shpata në seancën e fundit të datës 31 maj 2022 në KPA me një tuf fundrinash të tjerë, e sa do t'jetë mërzitur ish hetuesi tjetër i komunizmit, Kostaq Dimitër Beluri, që ka verifikuar dënimin e Irena Gjokës në Greqi, se dhe vetë Kostaqi me brek në përkëmbe ka kaluar vettingun, vetëm se i përket regjimit bastard të diktaturës, një lloj si hetues Kraja, prokuror Sadushi, hetues Dvorani, hetues Panda, që dënoi me pushkatim në vitin 1989 Beun e Saukut si magazinier me deficit. Po sa prokurore gjyqtar të tjerë kanë kaluar vettingun, duke pasur kunetër të dënuar për trafiqe droge në Itali, apo vëllezër e kunetër të hetuar e dënuar për trafik droge me avion në Shqipëri. Nëse trazohet sadopak qelbi i vettingut, do të dalin në sipërfaqe të gjitha halet e drejtësisë laguriqe, ku shumica e atyre që kanë kaluar vettingun janë të pistë dhe llumi i ish trupës prej 800 gjyqtarëve e prokurorë, që prej 9 vitesh hetohen nga 27 fundërrina vettingues.